E mban mund të letrën që të shkruave? Do të kesh shkruar, të e lexuar një herë. Jam shumë i sigurt, plotësisht. E di? Atë letër të çmuar e shkruajta në mbanë në trezën e kuzhinës. Ato fjalë që hodha aty në ndriqimin e neonit dhe kur kotelja ime vogël aty më mbush shpirtin me frymëzim dhe shkon atë rodhën si shatërvam që nuk pengohet. Nga copëzat më të vogël. Ajo letër. Ato shkojnë ishin dashuria ime për ty. Rënë si beshurin ndjenjash për ty. Zemra ime nuk mund të timbonte me vete. Dëshira për të shpërbyer ishte e madhe. Të shkrova se shumë të doja e përburimin e dashurisë tënde s'mund të ta fshije. Ishte e mrekullueshme. Mbasi mbarova letrën në shkruar në shpirt, harrova të fshija në palë të shpirtit, në komo, për e lash mbi tryezën e kuzhinës. Dola me shpirtin plot në adorin tim, duke buzëqeshur, duke mbirë freskinë e gjelbërimit të pëm poshtë. Unë në ndëmjes, shkoj dhe ri. Përshëndesim Maida Calën, që më ka sjellë të pros të saj.